E shikues të dashur, jemi rikthyer në studio, ashtu si që përmenda që në fillim të emisionit do të kemi të ftuar sot në studio në emisionit 038 kryeshefin e pastrimit, pra zotrin Petrit Reqica. Do të flasim më në detaje në lidhje me të fundit, pra ngjarje që ka ndodhur në komunën e Prishtinës. Se kemi parë një atmosferë, me thonë kështu, dhe një pamje jo të mirë të qytetit në ditët e fundit, e krejt kjo për shkak të mungesës, pra të derivateve të kamionëve të kësaj ndërmarrje, e po ashtu edhe për shkak të mungesës së pagave për punëtorët. Mirë po, për gjithë këtë mosmarrëveshje që kanë me komunën e Prishtinës dhe për gjitha detajet e tjera, do të flasim në studio me zotrin Reqicën. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, faleminderit shumë. Zotri Reqica, po e fillojmë bisedën me pamjen jo të mirë të kryeqytetit që patëm ditët e fundit. Çka po ndodh realisht edhe na tregon, a do të me thonë kështu, a do të mbaroj kjo mosmarrëveshja që keni me komunën e Prishtinës, sepse ka filluar që të marrë për masa të mëdha tani kohën e fundit? Në fakt nuk do dojë të fillon të heq dhe nuk do dojë të vinim në këtë situatë, po fatkeqësisht e kemi një barrikadim edhe një mbyllje totale të komunës edhe karshi ndërmarrjes, edhe nuk janë të interesuar deri sot me bë zgjidhje. Fatkeqësisht jemi në këtë situatë, nuk e kemi përjetuar as ne mirë si ndërmarrje, po as punëtorët tanë normalisht aq më pak edhe qytetarë që mas pakti kanë faj në këtë situatë. Kjo ka si pasojë, dihet më ne e kemi thonë edhe publikisht, po edhe zyrtarisht komunës. Domethënë këto janë komunikime që i kemi me komunën dhe nuk kanë arrit asnjëherë me naftu edhe me gjetë një zgjidhje të përbashkët, pavarësisht që kemi kërku me bërë një gjatë tillë. Tash e 5 muaj ne kryjm shërbim pa asnjë kosto të paguar nga komuna dhe pothuajse zero pagesa edhe nga ana e qytetarëve. Këta të fundit pa fojën e tyre, për shkak një thirrje të jashtëligjshme që është bërë nga komuna, ku i bëhet thirrje qytetarëve mos të paguajnë në pastrim, po shërbimet i paguajnë në komunë, sepse komuna do ta paguajë pastrimin. Se quheni këtë tendencë të komunës ndaj komunës pastrime? Kjo qëre, imagjinone, une e mora dhe këtë emailën, ne këto e kemi siguru vetëm pas qasjes në dokumente publike përmes Agjencionit për Privatësi, që shfrytëzojmë rastin mi falenderu shumë. Kategorikisht nuk na është dhënë qasje në asnjë vendim ose veprim, pse ka ardhur deri te publikimi, dhe këto drejtori i shërbime publike, zotri Bresovci, bën thirrje që mos paguhen, i bën thirrje zyrtarëve ta bëjnë publikimin për qytetarët mos të paguajnë në pastrim, po në komunë të Prishtinës, për shkak se është pezulluar rregullorja. Dhe ne kemi kërku të na njoftojmë për çfarë pezullimi ka fjalën, sepse vendim gjyqësor nuk kemi. Dhe nuk na kanë kthy përgjigje. Zyra ligjore ka dhënë një mendim që nuk ekziston asnjë vendim për pezullim, mirë po e kemi dërguar në gjykatë kushtetuese një kërkesë dhe sipas tyre po mendojnë që duhet pezullohet për shkak se kanë dërguar në gjykatë kushtetuese, diçka që është totalisht gabim, jashtëligjshme, dhe fatkeqësisht neve na ka dëmtuar, ne jemi pamundsuar me inkasu borxhet i cili na është akumuluar mbi 2.7 milion euro. Është traditë e kompanisë pastrimit këtë borxhe, zotri Reqica, tash është sa kohë nuk po mundeni të fshini. Po jo, fatkeqësisht me thon drejtën na kur e kemi filluar punën e kemi gjetë 19 milion euro borxhet pa inkasuar. Po pe kohës kur jam kemi mri në mos të madhe me qenë vigjilent, mos me na humbë borxhet, mos me na u parashu, për shkak se këto janë borxhe që parashuhen çdo një vit edhe përfundohen për shkak se janë shërbimet komunalisë, dhe në njësi tjera, në komuna tjera ne nuk e kemi këtë lashë. Kemi ngritë marzhën e inkasimit mbi 90% dhe funksionojmë stabil. Mirë po, kjo çështje në pastrim të kaluamën ka qenë inkasime në komunë, është e vërtet, mirë po nga një januari këtij vitit kjo është delegu përmes rregullorës me qenë decidivisht në pastrim, sepse edhe në të kaluarën nuk ka bazë ligjore që do duhet të paguajë në komunë. Është kontrata të cilën ne si ndërmarrje dhe komuna e kemi pas, dhe në këto marrëdhëniet kontraktuale janë dakorduar që këtë autoritet t'ia bart përkohësisht për aq sa vlen kontrata komunës pastrimi. Sepse ne kemi, unë e mora edhe një pjesë të kontratës të fundit, pse ka pagu qytetarin komunë dhe jo në pastrim. Dhe kjo ka vazhduar ndër vite, nuk e di, dikon nga viti 2015 është ndjek kjo praktik, dhe këto është një nen, nëse mundi me pa, është një 13 ku paraqiten faturime dhe pagesa. Dhe këto thotë, pagesa për shërbime, ja këto është, pagesën e faturave nga gjeneruesit e mbeturina për kategorinë e anëvesërisë e arkëton komuna e Prishtinës, derisa për kategoritë e bizneseve, institucione dhe pole tjera për shërbim, faturimi bëhet në pastrim. Dhe pastrimi e ka leju
komunën në të kaluarën, sepse gjendja e rënduar dhe mungesa e infrastrukturës ligjore në të kaluarën, sepse s'ka pas procedurë përmbarime dhe nuk kanë ekzistu përmbaruesit privat dhe ka qenë shumë telashe me u marrë borxhet, por shkak që në gjykata ka pas lanë që kanë qenë stërgjatura. Ndërsa, me përmbarimin privat, si një mjet për me mbledh edhe me arkëtu borxhet, është shumë më e lehtë kjo çështje. Dhe normalisht ne i kemi kërku komunës në këtë situatë, mos na ndihmojnë, të paktën të na paguajnë borxhet të cilat vetë i kanë shkaktuar problemet për mospagesë të qytetarët dhe konfuzitetin. Po vetëm zotëri Reqica, apo i bën kjo që kompania pastrimi shumë shpejt do të falimentojë këtu në kryeqytet? Qëllimi është i qartë i komunës, dën ta falimentojë pastrimin. Kjo është qëllim që nga dita e parë që jam kryeshef e kum hasë edhe në takimet zyrtare nga ana e tyre, sepse mendësia e tyre dhe politikbërja e tyre në këtë situatë është që drejt angazhimit të operatorëve privat. Dhe për të kësaj këta kanë bërë veprime. Vitin e kaluar kanë angazhuar një operator privat dhe fatkeqësisht paret për ta paguar operatorin privat janë marrë nga mjetet e ndërmarrjes tonë, të cilat kanë qenë planifikuar. Ne kemi dërgu faturën e plot, komuna e ka përgjysmu pa asnjë justifikim, arsyetim ligjor që kanë bërë shkelje të rënd ligjore dhe për to do të japim përgjegjësi. Çfarë tash e pas? Po tash e pas. Qytetin e kemi të mbuluar nga mbeturina zotëri Reqica. Ne në vazhdimsi kemi dërgu shumë kërkesa kryetarit edhe për takim, edhe për dol nga kjo situatë dhe me propozime të sakta pse duhet me u taku dhe çka mund me ofru ne. Zero ka komunikim me anën tonë. Dje në fakt, kur e kemi dërgu emailën, njërën nga emailat, shefi kabinetit na ka konfirmu që do ta kemi një takim, nëse jo dje sot, ne as dje as sot nuk kemi pas ende takim. Prapë i ftojmë edhe kryetarin, edhe këndo që vlerëson që duhet ta bëjmë një zgjidhje, tulemi edhe ta bëjmë zgjidhjen e përbashkët në tavolinë. Nuk ka nevojë të vujë qytetari as për interesat në individët që mund të jenë atje, dhe as për telashet tona financiare që po na shkaktohen padrejtisht nga veprimet e komunës, sepse në fund qytetari po pëson, edhe ne vetëm unë jam qytetari i kësaj komune dhe nuk ndihem mirë as unë, pas punëtorët tanë nuk ndihen mirë që nuk mundin me krye një punë për çka janë thirrur. Dhe që nga sot, që nga mëngjesi, tema edhe dje dhe sot ka qenë me punëtorët që asnjëri nuk ndihet mirë që nuk mund me kry shërbim. Dhe shërbimi jonë, puna jonë është jashtëzakonisht e vlefshme. Imagjinoni nuk mund të merret si e mirëqen çdo herë akuza për sabotazh, dhe jemi mësuar me i dëgju sabotazh dhe pastrimi nuk punon. Sidomos nga kryetari Rama gjatë gjithë natës së pranshme. E ka quajtur sabotazh këtë që po bën. Absolut lidhje nuk ka me këto, nuk ka të bëj fare kjo me këtë çështje për shkak se na vetëm marsin edhe prilin. Imagjinoni, i kemi rekord për nga sasia, këtu janë matje zyrtare. Komuna mund t'i merë nëse nuk i beson matjeve tona, le t'i merë në deponinë e Kosovës që është një ndërmarrje publike qendrore. Vetëm muajin mars dhe prill kemi arritë të themi rekord sasit beturina në kryeqytet dhe vetë në ndërmarrjen tonë. Domethënë janë 7.000 ton të cilat i kemi mbledhur. Nuk ka ndodhur asnjëherë në kaluarën. Po besoj i keni pa edhe seancën, zotëri Reqica, po do pak me u ndalë edhe tek seanca e fundit, e që në rand të dite ishte edhe subvencionimi me 300.000 euro për kompaninë pastrimi, mirë po që kryetari Rama nuk ishte vetë në seancë, të cilën e thirrri si të jashtëzakonshme, e nuk morën pjesë as lëvizjeve të vendosje dhe PDK-ja doli komplet nga salla. Si e shihni këtë gjë ju si kryeshef? Ne dy çështje. E para, unë kam edhe një kërkesë këtu që kemi bërë për subvencionim. Ne kur e kemi bërë kërkesën për subvencionim, ne nuk kemi kërkuar ndihmë dhe ideja për më ju drejtu subvencionim ka qenë ta arsytojmë pse jemi në këtë situatë, për shkak se në vitin 2024 ne kemi 3.5 milion euro dame direkte nga komuna. Mos regjistrimi klientëve të rinj 25.000, për cilë kemi kryer shërbim, kemi bërë kosto të larta operative dhe për çdo klient na e ndal 40 cent dhe është ndonjë 1.2 milion euro për ta paguar një operator privat, jashtëligjshëm. Dhe normalisht ne kemi kërku të na ndihmojnë, të paktën na mbulojnë një pjesë të damit që na u shkaktu. Po e lajmë komplet damin e vitit 2024, të merremi me damin e vitit 2025 që na shkaktu. Janë 2.7 milion euro. Dhe kjo ka qenë ideja kur kemi kërku. Normalisht ne e presim çdo herë janë të mirë se ardha çdo ndihmë çfarë do forme. Mirë po, vullneti dhe dëshira jon është mos të jemi barre komunës, sikurse që s'dojmë të jemi barre taksa paguesve të kryeqytetit, për shkak se
ne kemi kapacitetet ja dolin vetë, ndërmarrjen e kemi kthy në bilanc pozitiv nga një bilanc negativ. Nëse ju keni stabilitet kështu siç po thoni, atëherë çfarë po ndodh me pjesën e mungesës financiare që nuk po mundeni të kryeni pagesat për punëtorët? Ne e kemi thonë çdo herë, nuk kemi krizë financiare, ne kemi problem financiar të cilin po na shkakton komuna e Prishtinës. Se do të ringjallni në fakt ndërmarrjen tani? Ne i kemi ndjek hapat ligjor, ne jemi duke ndjek hapat ligjor në të gjitha detajet, sigurisht edhe për borxhet e kaluara dhe për këto, kemi vlerësuar dhe kemi konsideruar që do të bashkëpunojmë edhe të jemi ulën në tavolinë, që do duhej, sepse u bën 2 ditë që ne jemi pamundsuar me ofru shërbim, është mirë me bë çortë të qytetarët, mjetet të cilat na takojnë për inkasim nuk na janë dhënë as nga komuna, sepse një pjesë e madhe e qytetarëve janë përgjigj pagesave në komunë, ne kemi çastin, ne kemi listën sa klientë, cilët janë ata klientë që kanë paguar dhe del ofër 1 milion euro, ndoshta edhe e kalon 1 milion euroshin e pagesa, sot komuna i mban të bllokuara. Për kënd? Për operatorin privat, sepse ata kanë indicjet edhe me angazhu operator privat, sepse qëllimi bazik që nga fillimi ka qenë ta pamundësojmë pastrimin, ta dëmtojmë financiarisht. Pastrimi pamundësohet me operu vetëm kur ka të lashe financiare, si në këtë rast që na u kanë shkaktu për shkak të thirrjes së qëllimshme për konfuzitet e qytetarëve. A keni shpresë që do ta kaloni këtë situatë? Ne bëjmë thirrje duke pa edhe mënyrën si nuk janë përgjigjur në asnjë komunikim, është shqetësuese. Nuk ne prapë bëjmë thirrje, të ulemi, ta gjejmë një zgjidhje, sepse në fundit ne jemi pozita mandatore dhe nuk jemi këtu të përhershëm. Mos ta lojmë qytetin kështu si pamundësi për me kryer shërbim. Është mirë me qartësu, ne nuk po kryejmë shërbim, jo që nuk na ka pagu komuna dhe kemi parë dhe s'po dojmë me kryer shërbim. Ne 0 cent kemi në llogari, një pjesë paga vende nuk e kemi ekzekutu, pjesën e konsiderueshme po, mirë po nuk kemi parën për ta pagu shpenzimin e naftës. E njëjta gjë do ndodh edhe me deponin, e cila fatmirësisht është një ndërmarrje publike dhe ka pas një mirëkuptim dhe kemi arrit një marrëveshje 2 mujore, po prapë kemi marrë ndoshta edhe në një situatë të tillë. Mirë po në këtë situatë do duhet të ishte qëllimi i përbashkët, sepse unë besoj dhe do duhet të ishte kështu, ta kemi një qëllim përbashkët dhe të ofrojmë shërbim për gjithë qytetarët. Është luftë politike kjo që po bëhet? Luftë politike mund të jenë nga kënda mes pastrimit edhe komunës së Prishtinës, po zgjat tash disa muaj. Fatkeqësisht, kjo mund të jetë luftë politike nga ana e tyne, po nga ana jonë zero, sepse nuk ka më shumë transparencë në ndërmarrjen tonë për të qenë një të lashe politike. Ne i kemi gjithë punëtorë, ne nuk i vesim çfarë përkatësie politike kanë. Ne kryjmë punën tonë, e kryjmë shërbimin tonë. I dojmë pagesat tona. Jo, nuk po flasim për pjesën e punëtorëve, zotëri Reqica, po flasim për mekanizmat udhëheqës të ndërmarrjes. Asnjë pikë nuk ka të bëj lidhje kjo fare me politikë. Une i kum sqaruar edhe kryetarit edhe kujdo qoftë, kur do që keni dyshime, hajde ulemi bashkë. Imagjinoni kryetari asnjëherë se ka vizitu ndërmarrjen tonë. Për 3 vite, asnjëherë, forësisht 3 vite ato dikon, po bëhen 3 që unë jam kryeshef, asnjëherë nuk e ka vizitu. Dhe është edhe më fatkeqësi sepse drejtori i shërbime publike ka qenë vetë aksionar në ndërmarrje. Dhe ne kemi një farë pluralizmi sa i përket kësaj çështjes politike, sepse ne edhe drejtori thotë që nuk jam politik. Do të thotë nëse ai të paktën mon pozitë politike. Ne nuk kemi të bëjmë fare me këtë pjesë dhe nëse kurdo që kanë dyshime ne ulem edhe e qartësojmë edhe atë pjesë. Po duhet të ulemi edhe ta zgjidhim problemin në mënyrë që të kemi shërbim. Mos nalet shërbimi veç pse dikush atje mund të ketë interes personal edhe të angazhoj operator privat. Domethënë kemi 2 procedura të prokurimit në komunë aktualisht. Imagjinoni negocim tender 16.5 milion dhe po bëhet fjalë për 18.5 milion euro dhe hiç më larg, për aq sa kemi informata, kundërligjshëm dëshirojnë të nënshkruajnë 2 kontrata me operator privat negocim që bëhet fjalë për 2 milion euro. Dhe ne me 2 milion euro tash në këtë sekond, në këtë moment, nëse bëhet pagesa na më njëherë veprojmë sepse jemi të gatshëm për me kryer shërbim dhe i shtim këtë kapacitetet e mundshme për me e kthy normalitetin në kryeqytet. Sepse qëllimi nuk është asnjëherë mund dal puna. Dhe imagjinoni çfarë mendësia është. I negociojnë
edhe i nënshujnë kontratat jashtëligjshëm me operator privat për 2 milion euro dhe nuk i kryejnë obligime ndaj ndërmarrjes publike dhe sa mund bëjnë thirrje të mos paguhet në pastrim. A pe kupton ideja? Ideja është sa ma pak në pastrim, le të futën parët, le të koncentrohen komunë dhe komuna ta mban të ngulfatur ndërmarrjen pastrimi. Sepse ende nuk e kanë qartë që ndërmarrja jonë është ndërmarrje me vetë financim dhe mbi bazë të ligjit mbi financimin e menaxhimin e financave publike, kjo çështje është e rregulluar shumë qartë dhe në pa asnjë bazë duke administruar me parët e qytetarëve të cilët kanë pagu shkërbimin e mbeturina për cilën e ka kryer ndërmarrja publike pastrimit tash 5 muaj. Këto është telasha bazike. Po, atëherë jemi në fund të bisedës dhe krejtë fund shkurt kisha dasht një mendim për jush në rast se nuk do të kemi shumë shpejt kompani pastrimit që do të operoj në kryeqytet. Unë vlerësoj që nuk i takon disa individëve ta shkatrojnë një kompani aty në komunë, sepse nëse ata kanë vendosur ta falimentojnë një ndërmarrje publike, i kanë mekanizmat ligjor. Le të mbledhen asamblen, le të bojnë numrat, le të merren të paktën me punëtorët, mos i lajnë rrugë, le të bojnë një zgjidhje, edhe në rregull është, ecim krejt. Nuk e telashe, nuk e kemi gojlen e pozicione, sepse se kemi me tapi dhe këto janë pozicione mandatore. Mirë po, jo në këtë formë, jo duke investu në operator privat dhe duke tentu me shkatru një ndërmarrje e cila i ka mbi 75 vite që kryen shërbim dhe përvojnë në këtë industri dhe jo të negociojnë operator privat të cilët as në ARBK nuk e kanë kryer në shërbime në mbeturina. Imagjinone, dhe po thëjmë po bëjmë zgjidhje. Nuk është ideja kjo, hajde tulim të jepum të marrën edhe ndërmarrje publike, sepse në një ndërmarrje publike çdo investim është rritje kapaciteteve të ndërmarrjes. Jo ne nuk kemi kur gjë ndaj operatorëve privat, do të me pas qartë. Mirë po, në situatën reale, ndërmarrja publike nuk është themelu kryen veti. Është një ndërmarrje ku vetë aksionari dhe themeluesi është komuna e Prishtinës. Dhe me ligjin për ndërmarrjet publike e gëzoni të drejtë një autoritet dhe nuk mund është sot për sot veç pse ka dikush një interes edhe me kriju gjithë këtë kaosë dhe telashe. I bëj ftesë ndoshta kjo çështje do të duhet i takonte më shumë të kuvendit komunal, për shkak se kuvendi komunal është aksionari drejt për drejt i secilës ndërmarrje publike, edhe në këtë rast edhe pastrimet, ta bëjnë një zgjidhje, mos të lejojnë ndërmarrjen të shkojë buzë falimentimit për inate ose interesa individuale të kujt do të qoftë, sepse interesi publik është mbi interesin individual të secillit person. Dhe në këtë rast ne jemi duke luftuar shumë të arrujmë këtë interes, duke rujt interesin publik, i rujmë mirëqenien e punëtorëve, duke rujt mirëqenien e punëtorëve, ofrojmë një shërbim edhe më efikas edhe më të mirë për qytetarët. Fundit, ne krejt jemi qytetarët një qytet. Kështu që askush nuk don me pa vendin e vet keq dhe aq më shumë që unë vetë jetoj në kryeqytet dhe nuk kam qef me pas, kum pas qef kur, një për arsye pse unë kum vendos me ju nënshtu garës për përgjith kryeshef, ka qenë sepse e kum po të nevojshme dhe të arsyeshme që muj me dhonë kontribut diçka të mirë për këtë vend ku vetë për rritemi edhe për i rrisim fëmijët. Tërë falenderit që ishit këtu sonte. Falenderit shumë, nësje. Shikues të dashur, tani